27 prilli është një kujtesë e vështirë dhe e përgjakshme se sa lehtë një qeveri kriminale dhe jo demokratike mund ta shtyej vendin në humner. Kështu deklaron zëdhënësja dhe antarja e bordit ekzekutiv të LSDM-s, Bogdanka Kuzeska. Ajo tha se 27 prilli ishte një përpjekje e organizuar për grusht shteti, e drejtuar nga VMRO dhe Nikola Gruevski. Kuzeska theksoi se pasi VMRO erdhi në pushtet, njerëzit e dënuar për 27 prillin lirohen nga burgu vetëm me një firmë dhe reaktivizohen sërish. Sot i njëjti ekip, e njëjta band, e njëjta matricë kriminale, të njëjtat njerëz, të njëjtat metoda, e njëjta agent. Sot në udhëheqjen e Hristian Mickovskit, Maqedonia po shtyhet përsëri drejt një shteti të robëruar, gjyqtarët dhe prokurorët po zgjidhen nën kontrollin e tij, institucione të kapura, rehabilitimi i autorëve të krimeve, linçim dhe sulme publike ndaj opozitës. Asgjë nuk ka ndryshuar në VMRO OKG. Ndërkaq, kryeministri Hristian Mickovski sot, duke komentuar vendimin e gjykatës së apelit në lidhje me rastin 27 prilli, rihapi çështjen e sfondit ligjor dhe politik të procesit. Ai vlerësoi se rasti është një shembull klasik, siç tha ai, i një gjyqi të motivuar politikisht të zhvilluar gjatë kohës së qeverisë së mëparshme, në të cilin disa nga të pandehurit u trajtuan padrejtësisht si terrorist. Njerëzit që nuk janë terrorist përfunduan me një kualifikim të tillë, megjithse në thelb bëhet fjalë për vepra të ndryshme penale, për të cilat duhet të kenë përgjegjësi. Jo vetëm kualifikimet janë të diskutueshme, por edhe mënyra se si është zhvilluar i gjithë procesi. Derisa këto pyetje të marrin një përgjigje të qartë dhe të padiskutueshme, vështirë se do të mund të flasim për një përfundim të plot ligjor. Aspektet e mbetura të çështjes duhet të lihen brenda kornizës së institucioneve të drejtësisë. Tutje Mickovski tha se shteti nuk do të jetë në gjendje të ecë përpara pas sqaruar ato që ai i quajti dy rastet kryesore, rolin dhe veprimet e ish prokurores speciale Katica Janeva dhe rrethanat rreth ngjarjeve të 27 prillit.